shembull më të këqij në këtë rast është pica me djath me prosciutto. Nuk ka gjë më të keqe në kombinimin që ne mund të bëjmë për të dëmtuar pikërisht. Pica me djath me prosciutto që është një nga të preferuarat e shumicës së njerëzve dhe fëmijëve mbi të gjitha. Po nuk ka gjë më të keqe, nëse italianët kanë provuar një nga gjërat më të këqija që kanë transformuar se në fillim fare mund të ketë qenë ndryshe, edhe kanë qenë më të dobët e kanë pasur probleme me ushqimin e tjetër, por nëse ka diçka të keqe që ne konsumojmë është pikërisht kjo. Sidomos picat që bëhen me mjedhin e bardhë. Shkaktohet një rritje shpejtë e insulinës apo e glukozës në gjak, pankreasi dëmtohet, sheqeri do bie shpejt më pas, do ndihemi edhe më palodhur, edhe më shumë të lodhur, do kemi probleme të mëlçia do fillojë të destabilizohet, do kemi probleme në mikrobiomën tonë, do kemi probleme në sistemin hormonal, do kemi probleme në veshka, pra do kemi një seri problemesh në efekt domino. Atëre shumë i ndyrë në ushqimet tona, shumë krem, pra po themi djatra të ndryshëm, mish të përzier, bukë të përzier bashkë. Të gjitha këto do të dëmtojnë pankreasin, mëlçinë dhe gjithë të sistemin. Patjetër dhe ky proces ka për të filluar të ngadalsojë. Sheqeri tepërt në ushqim, ose sheqeri mbrapa, ose një ëmbëlsi mbrapa ushqimit, përsëri ndodh e njëjta gjë. Pijet me gaz gjatë konsumimit të ushqimit do shtojnë rëndësën në ushqim, do rrisi nivelin e plogështisë. Pra të gjitha këto, ne po themi, kur ne nuk bëjmë një kombinim të mirë dhe të balancuar, tretja nuk ka për të funksionuar mirë dhe nuk do prodhojë nivele energjike. Duke mos prodhuar gjithë të, atëre sinergjia që ka lidhje drejt për drejt me shëndetin ton dhe me forcimin e sistemit ton imunitar, që është ushtria mbrojtëse jona, do bjerë. Dhe ky element çfarë do bëj? Do bëj që edhe vitaminat, niveli mineraleve mos përthithet më, por nga ana tjetër dhe niveli i fuqisë antioksiduese në trup mos jetë më i mirë, dëmtimi i mikrobiomës do jetë më i madh, inflamacioni në trup do rritet, kombinime do jenë shumë herë më të këqija, pra sinergjia ushqimore në këtë rast është si të ndërtosh një ekip lojtarësh, një ekip për të mbrojtur trupin tënd. Ku çdo lojtar duhet të ndihmojë tjetrin për ta fituar ndeshjen, sepse po luajti vetëm një lojtar ose vetëm një pjesë, atëherë do kemi një dështim. Pra nuk është çështja vetëm ta ham dhe çfarë ham, por si do t'i kombinojmë, sepse kombinimet e mençura do ta kthejmë ushqimin tonë në ilaçin kryesor të sistemit imunitar. E vërtet, madje do flasim edhe për kombinimet e shëndetshme. Gjithë kjo mënyrë do ndikojë tek ajo që ham në ndjenjën e lodhjes, në ndjenjën e problemeve shqetësuese që do na japi pastaj edhe sëmundje më pas. Po, tani nëse ti e gatuar një picë në shtëpi, cila është mënyra më e mirë për ta kombinuar? Mi tham, djath prosciutto është e gabuar për shkak të inflamacioneve që jep në trup. Pica më e shëndetshme që mund të përgatitet për shembull me perime? Pica e shëndetshme është pa brumë në radhë parë. Nuk do të ketë brumë. Në qoftë se nuk ka brumë, atëherë është e shëndetshme. Këtu fillon e para. Pastaj të tjerat shikohen në masë sa hidhen. E kuptova. Do doja të kaloj. A ka një picë pa brumë? Po ka, patjetër. Mund të jetë me brumë. Pica pa brumë. Okej. Brumë thjerzash për shembull. Po mirë është tjetër gjë, po flasim për picën normale që po. E kuptova. Konsumimi i kafes me sheqer është nga gjërat më të gabuara në historinë njerëzore. Në qoftë se ka diçka të gabuar, konsumimi i çajit me sheqer është nga gjërat më të gabuar. Personat që pinë kafe me sheqer mos harrojnë që një pjesë të polifenoleve kryesore që ka kafja dhe niveli të lartë të antioksidantëve që ka përgjithësi, pothuajse nuk i përthithin nga konsumimi i sheqerit. E dyta, konsumimi i disa çajrave dhe kafes mbrapa ushqimit, që e kanë si zakon. Shumë i gabuar. Unë përthithin në disa elemente kryesorë duke filluar nga ekulli e të tjerë. Kafja mund të pihet para dite, mund të pihet e shkëputur, por nuk mund të pihet dot pas buke. Shembull i keq është konsumimi i bukës, i mishit, i ndyrës. Për shembull, djath, bukë, vezë, mish. Kombinim fatal. Nga kombinimet më tradicionale të familjeve tona. Më tradicionale, po ta vështirë shumë njerëz tonë u rënduam sikur çik më rënd ara, e ke nga buka i thonë, nuk është nga buka. Është nga shumë elementë të cilët unë po them të drejtë. Duhet të ketë disa perime për atyre. Pra duhet të ketë disa perime që të bëhet një kombinim, sepse trupi është inteligjent. Trupi është inteligjent dhe kërkon atë që do ai, jo atë që ty të pëlqen në syrin tënd, se ty të pëlqen patatinat ndoshta ose diçka tjetër. Kombinimi i keq është, për shembull, kanë vënë që bëhen diçka sallata. Vjet një sallat pak me panxhar, që i kam parë këto në dieta të ndryshme, hidhen fasule, hidhen thjerza, sopa mishi kuq dhe spinaq. Fatale, shumë e gabuar. Tanina dhe polifenolet
Niveli I tyre I kombinimit është I vështirë për problemit e thithjes. Shumë I keq. Djati me ose qumshi djati me limon me agrume ose ku bëjnë këto smoothies. Janë të gabuara. Proteinat, karbohidratet që janë të rafinuara me yndyrna të larta. Janë përsëri të gabuar. Shumë yndyrë në aspektin edhe të sheqerit. Kremra, to pasta, to mërsira që janë me pet, me brum, me krem kështu, kombinimi më I lartë I dëmtimit metabolik dhe nivelive të rritjes të insulinës, kalorive poshe, mos përthithës gjërave. Peshku me nivelin e qumshit dhe me salsat kremoze me bas qumshi nuk është I kombinuar dhe nuk është I mirë, sepse është I vështirë për tretin e tyre. Peshku duhet shoqëruar me limon dhe me perime të lehta ose perime furre ose perime siç ta fund që parë, për shembull brokolin, pataten, ndoshta karotën e të tjerë.